Pyetja që shtroj unë është, a duhet nisemi ne nga luksi i faktit që e dim që do ketë konsensus? Jo. Ne nisemi nga bindja që Edi Rama nuk do t'i qëndrojë. Arber. Do kemi betejë të fortë, pa diskutim. Por provat janë, ja vetëm ta mbyll, provat janë këto. Ne kemi qëndrime. Një gjë që ta dini, ndoshta ju kujtohet, para 3 vjetësh, më shumë se 3 vjetësh, ne kemi depozituar në kuvend projekt ligj, mbas një konsulte në terren, për 95 bashki. Ku ne pranojmë dhe konceptin e rajoneve, pra më pak, jo 12 qarqe. Në 6 rajone apo 4. Më dhe më pak. 4, 5 rajone, në varësi sa do bie dakord. Pra, ne kemi një propozim të avancuar. Nuk vim nga zero. Mundet që kjo të përmirësohet akoma prej nesh, po palët duhet ulen për diskutuar. Megjithatë, Arber, ndërkohë betejë politike jashtë mund të jetë nxehtë pa fund. Që duket që nuk do të krijoj terrenin apo stratin e ngrohtë për të funksionuar fryma e bashkëpunimit që të shkojë deri në konsensus. Të paktën kështu duket deri tani. Shiko, unë besoj që partitë e mëdha kur duan seriozisht e gjejnë konsensusin me njëra tjetrën. Marrëveshja e fundit nuk ka qenë 2012 që citua këtu, marrëveshja e fundit ka qenë 2024 për të së vërtetës, që bëj model hibrid me listat mbyllura, listat hapura. Si ishte marrëveshja? Jo, po marrëveshja ishte, votat u bashkuan amnistia penale. Ajo s'ka pikën e vlerës në raport marrëveshje. Marrëveshje flasim dimension tjetër. Diaspora ishte detyrim kushtetues, pjesa tjetër nuk ishte dhe u kamufluar. Edhe sistemi zgjedhor ishte detyrim kushtetues, të dyja. Jo, nuk ishte. Isha 202 vendime. Listat hibride nuk ishin. Është në kushtetut lista hibride. Ke shkuar tek një pikë që edhe nga brenda PD-s e akuzojnë një gjë tani, të themi një gjë tani. Sistemi zgjedhor i 2020-s, i cili 2024 vetëm një variacion në atë temë, është sistemi më toksik që ka pas Shqipëria nga 91 deri më sot. Ky duhet hiqet me patjetër se nuk e arnon dot këtë sistem. Kështu që le mos merrem me këtë pjesë, kemi gjëra më të rëndësishme. Po, kam unë ja 5 vjet që e them rregullisht. Ideja që do shkojmë, por unë besoj partitë e mëdha kur duan e gjejnë gjuhën e përbashkët. Në fund të ditës politika kjo është. Janë detyruar atë kodin zgjedhor të ndryshojnë her pas here, ta përshtasin rekomandimet që vinë nga OSBE Odiri, edhe pse një nga pikat që është më e rëndësishme nuk e zbatojnë se nuk duan të dyja palët, që ka të bëjë me heqjen nga dora të njerëzve partijak që merren me procesin elektoral, me ditën e votimit dhe me pjesën e numërimit. Po ky është tjetër diskutim, ju takon atyre. Pra, unë shikoj që nuk janë pjekur ende kushtet, të paktën për momentin, që të kemi një marrëveshje të madhe, siç do ishte ajo në rastin konkret për reformën territoriale. Por asnjëherë nuk jam fatalist, dhe këtë e kam kritik ndaj të dyja partive, të jem koshient, sepse gjithmonë, kur kam patur vështirësi, kur kam patur presione, gjithmonë e kanë gjetur jo vetëm gjuhën e përbashkët, por ka gjetur dakordsi dhe për të ndryshuar kushtetutën dhe që në shumë raste është kthyer në dëm dhe demokracisë. Viti 2008 forcoi kryetarët e partive në mënyrë të skajshme. Por të kthyer pak në kohën e sotme, unë besoj që është pak e nxituar nga PS-ja nëse do ta mbajë në rendin e ditës nesër dhe do ta bëjë ndryshimin, sepse duhet t'i japi kohë Partisë Demokratike që të rikthehet në komision, apo duhet t'i lëj afatet. Pra duhet kemi një produkt komisioni që të shkojnë në kuvend. Duhet ketë një fleksibilitet, të jemi koshient. Edhe pse unë nuk e kuptoj përse do duhet të ishte një qëndrim deri diku fluid, i pa kuptuar që do ta braktisim komisionin. Pra unë nuk kam parë asnjë arsye përse do duhej Partia Demokratike deri ditën e sotme të kishin qëndrim për ta braktisur komisionin e reformës territoriale. Ishin komision që kishin dhe veton, me sa di unë. Aty s'është veto në territoriale, është vetëm ke zgjedhorja. Pra, po përveç asaj kam pasur bashkëkryetarin, pra kam pasur shumë kompetenca. Dhe në fund të ditës e bën një gabim 2015, që ishte një gabim fatal për hitën e vërtetës. Dhe nuk e kuptoj pse duhet vinin sot, përse duhet kishte debate në grupin. Po më duket e ka përcyen në këtë moment. Po jo, them, përse duhet krijuar kjo lloj paqartësie? Sepse nga kjo paqartësi unë shkoj më tej. Shkojmë të aksioni politik, shkojmë të tjetra, dhe në fund fare kush është piktura e madhe që ti shikon? Shikon një lloj paqartësi në qasjen që do ketë opozita në luftën ndaj majorancës. Pra është një luftë që do bëhet me protesta, është një analizë që vijon që nga maj vitit kaluar për rezultatin e zgjedhjeve dhe ende nuk ka mbaruar, nuk e dim, cili duhet jetë qeverisja e Partisë Demokratike 2026-2030
që do mundi Ramën në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe në pas ato parlamentare, sepse nga kjo ti kupton dhe shumë elemente të tjerë. Pra, nuk është vetëm një element që të i shkëputur, pra është një e të tërës. Dhe ajo që ka të bëj, do më falësh. Dhe, gjithsesi, unë besoj që do t'i jepet dhe një mundësi, nuk besoj që zoti Rama do t'a bëj vetëm këtë reformë kaq të rëndësishme, nuk e mendoj një gjë të tillë, sepse kjo nuk do ishte një gjë pozitive, pavarësisht se rezultatet edhe zgjedhjeve të fundit lokale treguan një problematik, sidomos janë fituar vetëm 6 bashki. Çështja që shtrohet është klima, është mjedisi politik. Për momentin nuk është. I gatshëm dhe i përshtatshëm për të krijuar një hapësirë bashkëpunimi. Por nëse do ketë edhe një intensifikim të goditjeve nga SPAK, unë besoj që do ta gjejnë gjuhën. Nëse do jetë nga të dyja palët. Do shkojmë në një ndërprerje publicitare dhe do vim pastaj për të diskutuar shtratin, atmosferën, klimën që ekziston në vend dhe sa e favorizon ajo, po sa e ushqen ajo. Një marrëveshje bashkëpunimi, nuk po e quaj konsensus, po një marrëveshje bashkëpunimi që të prodhojë në fundit fal këtij debati dhe këtij bashkëpunimi edhe në të kundërtat të palëve, një reformë që t'i vlej vendit dhe të jetë në shërbim të qytetarëve. Po shkojmë në publicitet dhe vim pastaj në studio për ta ndjekur në vijim